Mas 20 vjeç, i na thy edhe kena bojë sipërmarrje. Këtu do të ofrohet mish i thot, me lanë Italinë më martuar është diçka shumë e mirë, që një shkenar që bën diçka për vendin ku i rrit. Unë kam jetuar në Itali, mbas një kohë 5 vjeçare atje, duke rrugtu, mendova të kthehem në Shqipëri. Kur jam kthy këtu, kam takuar Altinin e Antonin, që më kanë frymëzuar edhe me kanë ofruar një punë në Tiranë, te një restorant që kishin hapur në Tiranë, te Mulli Gjiu. Kam punuar 3-4 vite atje, një eksperiencë mirë, kuzhinë tradicionale shqiptare, edhe prodhime vendase. Ideja ka qenë me marrë sa më shumë eksperiencë, edhe një bisedë me Altinin, më thot, Denis, ka ardhur koha, thot, që të bëjmë diçka tonë në fusharës.